Përshëndetje miq të dashur nga diaspora flet. Shkojna me dhe në radhës Ramush Haradinaj. Ta ndëgjojmë video miq e të diskutojmë bashkë lutem, sepse pas ka kërkuar Ramushi që Hashim Thaqin me bë president. Shkojna miq. Nëse do në shirje Kurti, pra regjimi i Kurtit, me thënë drejtën është nderë e kësaj legjislature, po edhe të çdo legjislature, që t'ja vazhdojmë mandatin presidentit Thaçi. Ati është marrë mandati. O Ramush Haradinaj, o buri dhejt, kur bone ka që mirë për Thaqin të vëlla. Qatë pas ka gjetë. E man men që a ke thonë për Hashim Thaqin. E man men që a ke thonë për Albinin. Tash që ti Albin Serbis për e kërkon me bo president Hashim Thaqin. Hashim Thaqi nuk bëhet president pa thonë Albin Serbia, vëlla. Tash nuk e disë po të kuptoj Ramush. Sa ftyra i kjo burr. Po mi shkojmë të dëgjojmë lutëm. Tani ndërhyrje ligjore dhe me kthimin e tij është nderin tonë si shqiptar, si kom, jo për shkak ndonjë afërsie. Miq, ju lutem dëgjoni me vëmendje se çka po thot. Po se i kem shumë fjalë ma vonë me i thonë. Edhe keni durim miq, ju lutem dëgjoni video deri në fund të diskutojmë bashku, sepse me të vërtet po bëhet interesant kjo video. Shkojna miq. Partioka politike, po për shkak të një kundërpërgjigje të armishve të Kosovës që kur nuk flajnë, që t'ja vazhdojmë mandatin. Mirë Ramush, e përpara kur i thëshë do fjalë që s'po du mi thonë tash se i dëgjojnë vetë miqtë e mi me veç vetë, nuk kemi në që zane që armiku është quta? Po është zotë Ramush. Qëtar të karon men që armiku është quta? Mas 27 vjetë? Mas 27 vjetë me tron men që është armiku punon 24 orë. Jo, vallall të koftë. Shkojna miq? X opsione tjera, mos me mbajt për në Kosovën. Pra, për e thënë edhe njerë, armesh nuk flajnë, regjimi i Kurtit po dënë me në gjumë Kosovën. A petë mi se dashën me ofendime. Edhe i bën lutje, edhe me ofendime, regjimi i Kurtit. Qa regjimi ki fjallën, Ramush Haradinaj? është tërë po burë për ty, ndrysha burë. Ndryshohë këta burë se tërë po për ty për besë, për foli me keqardhje, se me të vërtet kam shumë respekt për ty. Për ty dhe për sitë që dhe luftar të shlisë limtare. Po ma bre burë me këtë dialog, ma bre burë se nuk bën. Ma bre burë se për besë nuk shkon këty. Nuk shkon ty ky fjalim, nuk shkon ty ky mlef, nuk shkon ty ky orrejtje o burë. Mos e zbanë vëlla. Mora mërë se ke ka burën. Veç veti për ja bënë vëlla. Funit për veti e kije për mu. Shkojna miq. Në interes të armishme. Unë për e thëmë që Gotash që ka theke për Albin Serbin, mi se dhashe. Albin Kurti është i rekrutun në burg, në Serbi. Ka qenë edhe para se me shku në Serbi, jafër. Kur i të këtu i kam thonë që është shpioni Serbis. Po, është shpioni Serbis. Ramush, kur i thëshe që të fjallë ti, si kriministër Albin Kurti, qka ke menu? A ka punu Serbia, ajo? A ka punu 24 orë Serbia, hasmi, ajo? A tash për interesat tue personale? Tash për po armikë punona, po? Leni marrësajnë personale? Leni së ka është për shtet, kur folët për shtet nuk ka sene personale, Allah. Do të bu bashkë, i keqe i mirë, kur të folët për Kosovë. Kur të folëni për gjepat e juj, o kërshë bofshi me parlament, ti, Albin Kurti, Hashim Thaqi, kush do të qoftë, kërshë bofshi, copa bofshit. Ama moni e koftë, kur është për shtet, bënë bre bashkë? Bënë bashkë se zbanë. E jo, kur dush ti, Albin Kurti i mirë, kur dush ti me po Hashim Thaqin president,
A kur është për personalet tua, dhe më thonë që ty po të intereson të e bon. Kur ty nuk të intereson qasë që thue, me fjallë të matë të portra, që mund me nëzirë një gojë njëri të ke nëzirë ti. Kryeministri tani ka thonë shpionin Serbisë. Kur ti ke nga mastina, kur ka heq këtë demonstrata, ti ke nga mastina sikur s'po di çfarë më thonë. E tash e qunë që të pres, që të ka prit ty, dikur, i thuj shpion, është turpi i botës. Po kjo është e dërtemi që të vazhdojmë ku kemi lutën. Po është traftare i njeri që e lenë ushtrinë e vetë pa bukë. Që fa shpifje kanë bo, Gjoja Albin Kurti pasanon ushtrinë pa bukë. Që fa shpifje mishtë të dhasër, të mënu me rajt poplin. Pa për këta popli javë ka zhevanin. Se nuk po shqitën më ranat. Shkona miq? Nuk është puni botës o nëse zhjellet. Gota është vllai tina, kundëra mushet. Amo ky ka drejt, Dauti ka drejt tu. Shkona miq? Thashë president. Hormonën men, kur nuk ka me konë president i unitetit kombëtar. Kur nuk ka me konë president. Kur nuk ka me konë, kur s'ka qenë. As kur s'ka qenë. As kur s'ka me qenë. Sepse miq, një njëri që thot Mitrovice Verior në ka fërë Rankovici, a kur një jetë s'ka me konë president i unitetit. Kur? Shkojnë miq? I popullit Kosovës ka me konë president i këtij koalicioni. Ashtu i bojmë thirrje shpirtave të shitën, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Isa Mustafas. Ramos kër i foshën këto fjallë, Serbia, a konë të i punu se 4 ora jo, armiku. Po është zotit të regam, a konë asë konë. Ti vetë në fjallë të ua po bjenë në Rambo. Shkojnë miq? Shitun e të presht, shpirtave që janë edhe hajna, që mos guxojnë me shit në i pjesë Kosovës. Ti hajnë si. Në që ki tokë ma shumë ti, se këtë politikanat tonë. A ti hajnë si, mos e po zot. Shkojnë miq që lutën. Ashtu i bojmë thirrje. Ndëgjojnë miq, që lutën. E nëse zoti Kurti dëshiron më bë pjesë e qeverisë Haradinaj, në kuptimin jaj, po vëvëja, i mirë. Qysh tash ti o zotni? S'kelon serb pa i thonë, shpihun, tradhtar, mashtruz, rënç, tash ti pe thirr për me bashkëpunu me ty. Atëre çka je ti? Kush je ti o burr? Që nuk i lën sen pa i thonë, po ti tani po do me bashkëpunu me tradhtarin. Me tradhtarin, me Aldibin Serbin, me është regërtun për Serbis, është hajnë, është tradhtari, ka të ratë këqia t'i ka. Atëre qka po do në ti me bashkëpunu me të burë? Edhe ti po do më boa, tradhtare, hajnë, lipse, tana ku ta dijuna? A përsheni mi se doshë që ishë bjenë kë vetë, për interesa personale, a? Se e për të Kosovës? Absolut. Shkojnë miq? Nëse dua të bën pjesë e qeverisë Haradinaj tretë të ishte. Shumë që sharok, me të vërtet, shumë që sharok. Me çmim total për 7.000 euro. Gora më Haradinaj, këtu është urrëtia jote. Pse? Sepse Albin Kurti ti ka qitë kretë dhezat në ledin. Shkojnë miq? 3 euro e 52 cent për ori. Po kjo është turp. Po kjo është turp. Pra, me paret shtetit je shumë dërshlir. 18.5% kontër globale jepja. Se nresim aliancën me Amerikën. Unë nëshkru kontër globali, nuk unë req alianca. U prish kontër globali, nuk unë req alianca. Sepse pse së nreq Ramos Haradinaj? Ta mund shme nga të regu ti, besoj. Mishtë dhoqër, ju përshëndes nga diaspora flet, mire po shumë i të radhës.